vendos për ta shkarkuar, le të themi, me që ka propozuar një kandidate. Në këtë rast, sërish, Erion Delia nuk e ka humbur akoma legjitimitetin për të qenë kryetari i bashkisë, edhe pse është në kushte objektive të pamundësisë për ta ushtruar detyrën, por legjislacioni jep atij të drejtë ta ankimoj vendimin e Këshillit të Ministrave. Sa kohë nuk e di do ta ankimoj apo jo, është drejt ti, sepse ai mund t'i japi dorëheqje apo nuk e ankimon dhe ne shkojmë në zgjedhjen fund tetorit për Bashkinë Tiranë. Nëse ai ankimon këtë lloj vendimare, këtë lloj procesi, çështja shkon në gjykatën kushtetuese, duhet presim gjykatën kushtetuese se kujt do t'i japi të drejtë. E mirë, edhe nëse do ndodhte kjo, i bie që do të ketë edhe më shumë zgjatje dhe procedura, por ajo se çfarë ju intereson qytetarëve është marrja e shërbimeve, apo jo? Në terma kohor do të konsumoj kohë, çfarë do lloj përshpejtimi të bëjë Këshilli Bashkiak dhe vendimarrje të ketë Këshilli i Ministrave. Pritet minimalisht 15 ditë të shikojmë nëse Zoti Velia do ta ankimojë çështjen. Nëse ankimo, do kemi konsumin kohor dhe pastaj do 3 muaj, 4 muaj, po themi në rastin e procedurave normale, se sa ngarkesë ka gjykata kushtetuese, edhe mund të shkojë, mund të kemi zgjedhjet në janar.